nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim të rëndësishëm me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në kuadër të samitit të Aleancës që po mbahet në Hag. Në fokus ishte përfshirja e NATO-s në terminalin ushtarak të portit të ri të Durrësit, një projekt i madh dhe me rëndësi strategjike për vendin dhe për Aleancën. Në kuadër të samitit të nivelit të lartë të NATO-s që po zhvillohet në Hag, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim dypalësh me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Mark Rutte. Takimi u zhvillua në një atmosferë të përzemërt dhe sipas kreut të qeverisë shqiptare, u shënua nga një interesi drejt për drejt i Rutte për projektet strategjike të Shqipërisë, në veçantë portin e ri në Durrës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ndau dhe disa foto nga takimi, Rama deklaroi se NATO do të angazhohet zyrtarisht në terminalin ushtarak të këtij porti, i cili do të ketë dy funksione, atë civil dhe atë ushtarak. Samiti i NATO-s kënaqësi të takoja sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilën folën për angazhimet e samitit Ballkanit Perëndimor, investimin mallor për portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet në terminalin ushtarak, e po ashtu edhe për përgatitjet e samitit 2027 në Tiranë, shkroi kryeministri Edi Rama. Ndërtimi i portit të ri në Durrës konsiderohet një projekt transformues për infrastrukturën strategjike të Shqipërisë, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe atë të sigurisë kombëtare dhe rajonale. Përfshirja e NATO-s në këtë projekt rrit rolin e Shqipërisë në kuadër të Aleancës dhe forcon praninë ushtarake në rajon. Rama ka theksuar më herët se porti i ri nuk do të jetë thjesht një hapësirë tregtare, por edhe një pikë kyçe për logjistikën ushtarake të NATO-s në mesdheun lindor dhe Ballkanit Perëndimor, ndërkohë samiti i Hagës vjen në një moment kritik në sigurinë globale, teksa aleatët po diskutojnë mbi rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes me objektivin e ri të propozuar për të rritur nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ku Shqipëria ka deklaruar zyrtarisht përputhjen me këtë standard. Në samit janë të pranishëm edhe lider të rëndësishëm të vendeve anëtare, përfshirë presidentin e SBA-s, përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përsëritur akuzat për manipulim të zgjedhjeve të 11 majit, duke i cilësuar si një farzë elektorale. Në një deklaratë për mediat, ai ka publikuar video nga qarku e Elbasanit, ndërsa ka paralajmëruar se do të vijojë me denoncimet edhe në instancat ndërkombëtare. Në një tjetër dalje publike për zgjedhjet e 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuza të drejtë për drejta ndaj komisionerëve dhe institucioneve shtetërore, duke deklaruar se procesi zgjedhor nuk është i lishëm. Ai publikoi pamje filmike nga një qendër votimi në Elbasan, që sipas tij janë dëshmi të qarta të manipulimit. Shiftet e kriminalit, të vajzën kriminale elektorale, komisionere në detyrë. Shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdhë. Pa voton komisionerja, kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Vazhdo, kontrollin. Voton për te. Teksa procesi i rinumërimit të votave po vijon në qarkun e Tiranës, Berisha theksoi se kjo nuk është një nismë e vetë partisë, por një e drejtë që iu garantua kandidatëve demokrat. Rinumërimi i votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kurrë, në asnjë rrethana, në asnjë rast nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk i bëjmë ne si Edi Rama. Ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë së shpejti datat për zgjedhjet e pjesshme në disa bashki, Berisha ka paralajmëruar se edhe ata do të jenë sipas tij një farzë re elektorale. Kjo është do zhvillohet farsa e radhës. Ne themi që do zhvillohet farsa e radhës. Me Edi Ramën ka vetëm farsë. Kjo është e vërteta. Me Edi Ramën ka vetëm farsë.
Kreu i Partisë Demokratike reagoi dhe ndaj kritikave të brendshme që kërkoi largimin e tij nga drejtimi i partisë. Në mënyrë ironike ai tha se ndarja mes farsës dhe zgjedhjeve është thelpsore. Statuti bën fjalë për zgjedhje, jo për farsë. Të lutem, mos e keq interpreto statutin. Statuti, tani mundësisht, në qoftë se statuti do shkruante për farsë dhe unë mund t'jap dokumenta origjinale që dëshmojnë se vetdijen e Sali Berishës për farsën, pra në qoftë se unë do kisha shkruar farsë, unë jam dakord me ty, por nuk kam shkruar farsë, kam shkruar zgjedhje. Në përfundim, Berisha fajsoi kryeministrin Edi Rama dhe prokurorin e posaçme SMAK për mosveprim ndaj manipulimeve që sipas tij janë bërë me mbështetje të shtetit dhe segmenteve të drejtësisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë pretencën për disa prej të pandehurve në dosjen e bujshme Metamorfoza 2. Mes tyre edhe ish shefi i krimeve në komisariatin numër 6 në Tiranë, Detan Gjoni, për të cilin SPAK kërkon 13 vite burg. Nëse ai përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi bie në 8 vite e 4 muaj. 6 vjet pas vrasjes së Santiago Malkos, një tjetër seancë gjyqësore për këtë çështje është zhvilluar sot në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të pandehur në këtë proces penal janë Leonard Duka, i njohur si kreu i të ashtu quajturit klani Duka bashkë me Erlis Dukën, Fatmir Hysenin, Aleksandër Maxhakun dhe Oltian Logën. Në sallën e gjyqit pritej të dëshmonte Muhamet Duka, babai i Leonard Dukës, por ai nuk u paraqit për shkak të problemeve shëndetësore. Avokatja e tij dorëzoi raportin mjekësor për të justifikuar mungesën. Nga ana tjetër, Leonard Duka ju përgjigj pyetjeve të mbrojtjes dhe mohoi përfshirjen e tij në komunikime të koduara në aplikacionin Sky ECC. Ai tha se nuk ka pasur asnjëherë llogari në këtë platformë dhe as kontakte me përdorues të saj. Megjithatë, prokuroria e posaçme SPAK ka sjellë prova të reja të zbuluara nga hetimet ndërkombëtare në Sky ECC, që sipas saj përfshin biseda mes Leonard Dukës dhe të shumë kërkuarit Ervis Martinaj. Seanca nuk kaloi pa tensione. Në një moment të zhvillimeve, nëna e Santiago Malkos shpërtheu në akuzë ndaj të pandehurve duke deklaruar në sallë: "Sta fal gjakun e djalit kur do ta vras. Më fute djalin në dhe." Pas reagimit të saj emocional, ajo u nxor jashtë nga trupa gjykuese për të qetësuar situatën. Gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe urdhëroi përsëritjen e fletëthirrjes për Muhamet Dukën, i cili duhet të paraqitet në seancën e radhës për të dëshmuar përpara togave të zeza. Një tërmet me magnitudë 4.2 të shkallës së Richter është regjistruar mëngjesin e kësaj të martë në vend. Lëkundjet me epiqendër në Fushkruj në thellësi 15 kilometra janë derë në disa qytete përreth. Deri tani nuk raportohet për dëme materiale. Një tërmet i fuqishëm ka tronditur vendin rreth orës 5:05 të mëngjesit të kësaj të martë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, lëkundja sismike ka pasur një magnitudë prej 4.2 të shkallës së Richter dhe një thellësi prej 15 kilometrash dhe epiqendër në zonën e Fushkrujës. Edhe pse zgjati vetëm disa sekonda, tërmeti është ndjeshëm jo vetëm në Fushkruj, por edhe në qytete të tjera si Tirana, Durrësi, Lezhë dhe zonat përreth, duke shkaktuar shqetësim në orët e para të ditës tek banorët. Paraprakisht autoritetet bën me dije se nuk janë raportuar dëme materiale apo pasoja në njerëz. Megjithatë, një ekip teknik i monitorimit është ngritur menjëherë për të inspektuar situatën në terren dhe për të kryer verifikime në strukturat publike e banesave pranë epiqendrës. Tërmeti u psua nga disa pas lëkundje më të lehta, ku më e ndjeshmja ishte ajo me magnitudë 3.4 e regjistruar në zonën e Kodër Thumanës. Aktiviteti sismik në vend është pjesë e një dukurie të zakonshme, pasi Shqipëria ndodhet në një zonë të rrezikshme sismike në rajonin Mesdheut. Sismiologët thonë se lëkundjet të kësaj natyre janë normale dhe ndodhin her pas here, pa qenë domosdoshmërisht paralajmëruese për fenomene më të rënda. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur Jonaid Myzyrin, kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike për shkelje të barazisë në tendera. Në dosje përfshihen edhe anëtarë të tjerë të komisionit, të cilët dyshohen se kanë vepruar në bashkëpunim.
Një tjetër institucion i rëndësishëm i administratës publike shqiptare përfshihet në hejtime penale nga SPAK, prokuria e posaçme, ka marrë pandehur kryetarin e Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myziri, i cili akuzohet për shkelje të barazisë në tendera të kryer në bashkëpunim me anëtar të tjerë të komisionit. Burimet pranë organit akuzës bëjnë me dije se Myziri pritet të paraqitet në ditët në vijim në ambientet e SPAK-ut, ku do të pyetet në cilësinë e pandehurit nga prokurori Ervin Gjokaj për të njohur zyrtarisht me akuzën dhe për dhënë deklarimet e tij të rastit. Përveç kryetarit të komisionit, në dosjen e timore janë përfshirë edhe disa anëtar të këtij institucioni, i cili ka në dorë shqyrtimin e ankesave që lidhet me tendera publik, koncensione, partneritet publik-privat, ankande dhe leje minerale. KPP-ja është vënë në qendër të kritikave të vazhdueshme nga kompani pjesëmarrëse në garat publike, të cilat pretendojnë se procedurat janë të njëanshme dhe favorizuese. Një ndër denocimet më të bujshme daton në vitin 2023, ku një kompani që mori pjesë në një tender për rikonstruksionin e arkivit shtetëror në vlerën 2 milion euro akuzoi politikisht të gjithë anëtarët e komisionit për shkelje të barazisë në tendera dhe për vendimarrje të dyshimt. Hetimi nisur nga SPAK është mbështetur mbi këtë kallëzim dhe mbi dokumentacionin e sekuestruar gjatë fazës paraprake të procedimit penal. Prokuria dyshon se KPP-ja ka ndikuar në mënyrë të padrejtë në vendimarrje që kanë sjellë përjashtim ose favorizimin e subjekteve të caktuara, duke cënuar parimet e konkurrencës së lirë dhe transparencës në prokurimin publik. Nëse akuzat provohen, ky rast do të përbëjë një tjetër goditje më të fortë ndaj sistemit të prokurimeve publike në vend, që historikisht ka qenë një ndër hallkat më të akuzuara për korrupsion dhe abuzim me fondet publike. SPAK nuk ka dhënë ende detaje shtesë për numrimin e personave në hetim, ndërsa procedura pritet të përshpejtohet në javët në vijim. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar sot një tjetër seancë për dosjen e vrasjes së ish policit Santiago Malko. Ngjarja ndodhur në gusht të vitit 2019 në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Seanca u shënua me tensione mes palëve dhe u shty për një datë të mëvonshme. 6 vjet pas vrasjes së Santiago Malkos, një tjetër seancë gjyqësore për këtë çështje është zhvilluar sot në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Të pandehur në këtë proces penal janë Leonard Duka, i njohur si kreu i të ashtu quajturit klani Duka bashkë me Erlis Dukën, Fatmir Hysenin, Aleksandër Maxhakun dhe Oltian Logë. Në sallën e gjyqit pritej të dëshmonte Muhamet Duka, baba i Leonard Dukës, por ai nuk u paraqit për shkak të problemeve shëndetësore. Avokatja e tij dorëzoi raportin mjekësor për të justifikuar mungesën. Nga ana tjetër, Leonard Duka ju përgjigj pyetjeve të mbrojtjes dhe mohoi përfshirjen e tij në komunikime të koduara në aplikacionin Sky ECC. Ai tha se nuk ka pasur asnjëherë llogari në këtë platformë dhe as kontakte me përdorues të saj. Megjithatë, prokuroria e posaçme SPAK ka sjellë prova të reja të zbuluara nga hetimet ndërkombëtare në Sky ECC, që sipas saj përfshin biseda mes Leonard Dukës dhe të shumë kërkuarit Ervis Martinaj. Seanca nuk kaloi pa tensione. Në një moment të zhvillimeve, nëna e Santiago Malkos shpërtheu në akuzën ndaj të pandehurve duke deklaruar në sallë: "Sta fal gjakun e djalit kur do ta vras. Më fute djalin në dhe." Pas reagimit të saj emocional, ajo u nxor jashtë nga trupa gjykuese për të qetësuar situatën. Gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe urdhëroi përsëritjen e fletëthirrjes për Muhamet Dukën, i cili duhet të paraqitet në seancën e radhës për të dëshmuar përpara togave të zeza. Një përplasje me armë zjarri ndodhi pas mesnate pranë rreth rrotullimit të golemit në Kavaj, duke lënë të plagosur 21 vjeçarin. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të ngjarjes, i cili është padhur në kërkim dhe po punohet intensivisht për kapjen e tij. Një incident i rënd ka tronditur zonën e golemit në Kavaj gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, ku një 21 vjeçar mbeti plagosur pas një përplasje me armë zjarri. Ngjarja ndodhi pranë rreth rrotullimit të golemit, një zonë e njohur turistike, duke shkaktuar shqetësim te banorët dhe pushuesit. Sipas informacionit të siguruar nga policia e shtetit, konflikti ka nisur pas një debati verbal mes dy personave, i cili më pas ka degeneruar në përdorimin e armës së zjarrit. Autori i dyshuar, Shpotim Tetja, 36 vjeç, në vend që të ndalonte situatën, ka qelluar me armë në drejtim të 21 vjeçarit Luis Shezhi, i cili fatmirësisht ka mundur të dalë në kohë nga makina dhe të kërkojë ndihmë.
Luiz Sheqi u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Sipas mjekëve, ai është jashtë rrezikut për jetën, por mbetet në trajtim intensiv për shkak të plagëve të shkaktuara nga të shtënat me armë. Policia ka nisur hetimin e operacionit për krapjen e autorit, i cili është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është shpadhur në kërkim. Forcat e rendit po kontrollojnë zonat dhe kanë ngritur pika kontrolli në rrugët kryesore në drejtim të Kavajës dhe qyteteve përreth për të parandaluar arratisjen e tij. Banorët të zonës shprehen të shqetësuar për sigurinë në këtë pjesë ku incidentet të tilla janë të rralla, por ka një efekt të madh në ndjesinë e sigurisë së komunitetit. Grupi hetimor ndërkohë po punon me intensivitet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, duke marrë dëshmi nga dëshmitarët dhe duke analizuar pamje nga kamerat e sigurisë në zonë. Hetimet do të ndjekin edhe pistat e mundshme të konfliktit për të kuptuar motivet që çuan në këtë ngjarje të dhunshme. Ndërkaq, policia e shtetit bën apel për bashkëpunim me qytetarët dhe fton kudo që ka informacione lidhur me këtë ngjarje të kontaktojë menjëherë autoritetet për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të saj dhe kapjen e autorit. Me provimin e lëndës me zgjedhje është mbyllur sot cikli maturës shtetërore 2025. Rreth 27.000 maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan testimit final që shënoi dhe përfundimin e një procesi të ndjekur me interes nga opinioni publik për shkak të problematikave të përsëritura në rrjedhjen e tezave. Mbi 27.000 maturantë në gjithë vendin kanë zhvilluar këtë të martë provimin e fundit të maturës shtetërore 2025, atë të lëndës me zgjedhje, duke i dhënë fund kështu një procesi që zgjati disa javë dhe që donte në masa sigurie nuk ka shpëtuar nga kritikat. Testi, i cili zgjati 2 orë e 30 minuta, u zhvillua në 145 qendra të ngritura sipas standardeve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Në të u angazhuan rreth 640 mësues për procesin e vlerësimit dhe monitorimit. Megjithatë, si në çdo provim, edhe këtë herë tezat qarkulluan në rrjetet sociale vetëm pak minuta pas nisjes së testit, duke ngritur pikpyetje mbi integritetin e procesit. Ministria e Arsimit reagoi sërish duke theksuar se rrjedhja e tezave nuk ndikon në vlerësimin real të nxënësve, pasi sipas saj maturantët janë testuar në një sër masash paraprake që garantojnë barazi në proces. Procesi i maturës shtetërore është zhvilluar në masa të shtuara sigurie në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për të garantuar integritetin e plotë të provimeve, thuhet në njoftimin zyrtar të mas. Këtë vit, për herë të parë, Ministria e Arsimit ka aplikuar dhe teste të personalizuara për maturantët me aftësi të kufizuara, njërisi që është vlerësuar pozitivisht nga grupet për të drejtat e arsimit gjithëpërfshirës. Gjithashtu, në funksion të përgatitjes së maturantëve janë shpërndar më herët në shkolla testet model për secilin provim, në mënyrë që nxënësit të njihen me formatin dhe kërkesat e testimit. Procesi i vlerësimit dhe testeve pritet të përfundojë brenda javëve në vijim, ndërsa rezultatet do të shërbejnë për përzgjedhjen e maturantëve në institucionet e arsimit të lartë. Një tjetër rast i kultivimit të kanabisit është goditur në qarkun e Elbasanit. Policia e Gramshit në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit ka arrestuar një 60 vjeçar i cili u kap në flagrancë duke u kujdesur për bimët narkotike në një zonë të thellë pyjore. Hetimet shuan edhe në sekuestrimin e armëve dhe pajisjeve të dyshuara për veprimtari kriminale, ndërsa shpadhur në kërkim djali të arrestuarit. Operacioni policor i koduar Koordinata ka çuar në pranga një shtetas të dyshuar për kultivimin e bimëve narkotike dhe mbajtjet palishme të armëve. I arrestuari është Myrtezan Hoxha, 60 vjeç, banues në fshatin Grashdan të Gramshit. Ai u kap nga efektivët e komisariatit të Gramshit, teksa kujdesej për disa parcela të mbjella me kanabis në një zonë pyjore pranë banesës së tij. Operacioni u zhvillua pas një hetimi një mujor në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit, duke çuar në dokumentimin e veprimtarisë kriminale të shtetasit Hoxha. Gjatë kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 armë gjahu të mbajtura pa leje, 2 radiokomunikime të ngjashme me ato të përdorura nga strukturat e rendit, si dhe 60 fishek të kalibrave të ndryshëm. Në vim të hetimeve është shpadhur në kërkim edhe djali të arrestuarit, banues në Tiranë, i cili dyshohet se ka bashkëpunuar me të hatin në kultivimin e bimëve narkotike. Të gjitha bimët narkotike të zbuluara janë asgjësuar në vendin e ngjarjes, ndërsa armët, municionet dhe pajisjet e komunikimit janë sekuestruar si prova materiale. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimin për disa vepra penale përfshirë kultivimin e bimëve narkotike, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit, mbajtje pa leje të armëve sportive, si dhe mbajtje pa të drejtë të pajisjeve që ngjasojnë me uniformë të policisë. Policia e shtetit apelon për bashkëpunim me qytetarët dhe i fton ata të denoncojnë
plotësojnë çdo rast të ngjashëm përmes numrit të 112 ose aplikacionit Komisariatit Digjital, duke garantuar anonimatin e plot. Policia vijon kontrollet në zonat bregdetare në kuadër të planit operacioni Plazhi i Lirë, ku gjatë inspektimit në Surila, Spillen dhe në kepin e Rodonit janë sekuestruar 169 çadra, gjithashtu shezlong të vendosur pa leje. 3 persona janë proceduar penalisht. Në kuadër të planit të përbashkët operacional Plazhi i Lirë, shërbimet e komisariatëve të policisë në Durrës dhe Kavaj kanë vijuar me intensitet kontrollet përgjatë vijës bregdetare për të garantuar lirimin dhe aksesin e hapësirave publike që janë zënë në mënyrë të palishme. Gjatë kontrolleve të fundit të zhvilluara në plazhet e Surrilës, Spilles dhe në kepin e Rodonit, janë evidentuar dhe më pas hequr nga hapësirat publike 169 komplete çadrash dhe shezlongësh, të cilat ishin vendosur nga 3 persona pa lejen përkatëse. Këto pajisje kishin zënë sipërfaqe të konsiderueshme dhe pengonin qarkullimin e lirë dhe përdorimin e plazhit nga pushuesit dhe qytetarët. Në lidhje me këtë aksion, policia ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 3 shtetasit përgjegjës për vendosjen e këtyre pajisjeve pa autorizimin në hapësirat publike, duke akuzuar për veprën penale, zënja e palishme e hapësirave publike. Përveç ndëshkimeve ligjore, këta persona do të përballen dhe me sanksione administrative dhe konfiskimin e pajisjeve të sekuestruara. Zyrtarët e policisë së shtetit theksojnë se aksionet e tilla janë pjesë e një strategjie më të gjerë për të garantuar se plazhet janë të aksesueshme dhe të sigurta për të gjithë qytetarët dhe pushuesit gjatë sezonit veror. Kontrolli i vazhdueshëm synon që të parandalojë zënjen e palishme të hapësirave nga individ apo subjekt që operojnë pa leje, duke synuar interesin publik. Autoritetet bëjnë apel për respektimin e ligjit dhe nxisin subjektet private që të operojnë në vijën bregdetare të bëjnë regjistrimin dhe pajisjen me dokumentacionin ligjor për aktivitetin e tyre, duke garantuar kështu një sezon turistik të qetë dhe të rregullt. Policia konfirmon se kontrollet do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit, duke u përshëndruar në zonat më të frekuentuara dhe duke bashkëpunuar me institucione lokale dhe ato përgjegjës për menaxhimin e hapësirave publike. Qytetarët mund të kontaktojnë policinë për çdo informacion apo për të raportuar raste të zënjes së palishme të plazheve. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperaturat e larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 34 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 34 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 32 gradë. Peshkopi, 15 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 34 gradë. Durrës, 18 deri në 33 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 33 gradë. Elbasan, 16 deri në 34 gradë. Berat, 17 deri në 34 gradë Celsius. Korçë, 15 deri në 30 gradë. Vlorë, 18 deri në 33 gradë. Gjirokastër, 16 deri në 35 gradë Celsius. Sarandë, 19 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 qershor 2025 do të karakterizohet nga mot i kthjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius.
Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovit, 11 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 27 gradë. Pej, 12 deri në 28 gradë. Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 28 gradë. Malishev, 12 deri në 27 gradë. Gjilan, 11 deri në 27 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 27 gradë. Kaçanik, 12 deri në 27 gradë. Suhare, 13 deri në 27 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.